12 tetor. Kujdes në të shërbyerit Perëndis. Perëndia që bëri botën dhe të gjitha sa janë në të, duke qenë Zoti i qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut, dhe as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, frymëmarrje dhe gjithçka. Veprat 17, 24, 25. Ne nuk e përlëvdojmë Perëndin duke siguruar për nevojat e tij, por duke u lutur që ai të sigurojë për nevojat tona, duke besuar se ai do të përgjigjet dhe duke jetuar në gëzimin e atij kujdesi që siguron për gjithçka, ndërkohë që ne japim jetën tonë me dashuri për njerëzit e tjerë. Këtu jemi në zemrën e lajmit të mirë të hedonizmit të krishterë. Perëndia këmbëngul që ne t'i kërkojmë të na ndihmojë në mënyrë që ai të marrë lavdin. Kërkom ditën e fatkeqësisë, unë do të çliroj dhe ti do të më përlëvdosh. Psalmi 50:15. Kjo na ballafaqon me faktin tronditës se duhet të kemi kujdes nga mendimi se ai ka nevojë për ne. Duhet të kemi kujdes se si i shërbejmë Perëndis, duhet të tregojmë kujdes të veçantë që ta lëm atë të na shërbejë neve, që të mos ja rrëmbejmë lavdin që i takon. Perëndia as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë. Veprat 17:25. Kjo tingëllon shumë çuditshëm. Shumica prej nesh mendojmë se ti shërbesh Perëndis është një gjë krejtësisht pozitive. Nuk e kemi marrë parasysh që të shërbyerit Perëndis mund të jetë një ofendim për të. Por meditimi mbi vetë kuptimin e lutjes e bën të qartë këtë gjë. Në romanin Robinson Crusoe, heroi zgjodhi Psalmin 50:12-15 si tekstin e tij të preferuar për të gjetur shpresë, teksa mbeti vetëm në një ishull. Perëndia thot: "Po të kisha uri, nuk do ta thosha, sepse bota dhe sa ajo përmban janë të mijat. Kërkom ditën e fatkeqësisë, unë do të çliroj dhe ti do të më përlëvdosh." Kjo do të thotë se ekziston një mënyrë për të shërbyer Perëndis, e cila do ta nënçmonte atë si nevojtar për shërbimin ton. O, sa të kujdesshëm duhet të tregohemi për të mos e shfuqizuar hirin e Perëndis në Krishtin. Jezusi tha: "Sepse dhe Biri i Njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërblesë për shpengimin e shumë vetave." Marku 10:45. Ai synon të jetë shërbëtori ynë. Ai synon të marrë lavdin si dhënësi.